E mori në qafë fiksimi që kishte pas Juventusit, arrestohet hajduti rrezikshëm i Firenzes. Policia italiane e Firenzes pas shumë kërkimeve arrestoi një hajdut serial i cili kishte kryer grabitje dyqanesh prej thuajse 2 vitesh. Personi në fjalë ishte autori të paktën 12 grabitjeve në dyqane të ndryshme në Firenze mes dhjetor 2022 dhe tetor 2024. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbuluar në disa raste një detaj që ka tërhequr hetuesit, një tatuazh që ai kishte në qafë dhe që kishte stemën e Juventusit. Ai u identifikua përmes tatuazhit. Pas disa muajsh hetime dhe përgjime, policia e Firenzes arrestoi autorin duke vënë pranga me akuzën e vjedhjeve dhe shkatrimit të pronës. Bëhet e ditur se vlera objekteve të vjedhura arrinte shifrën deri në 100.000 euro.